Të nderuar miq, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Takohemi me të pashoq si çdo të mërkur, edhe sonte do të mbetemi tek aktualiteti, por jo ai politik, më së shumti do të fokusohemi në të ashtu quajturën kronik dhe kronike zezë. Për këtë, unë kam kënaqësinë të kem sonte në studio një ish drejtues policie, si Shemsi Prendçi, që faleminderit. Besoj unë e shteron një analizë të tillë. Mire, nisim nga, po themi, zhvillimi më i fortë dhe më i freskët në kohë, si ky i orëve të fundit mes autoriteteve shqiptare, konkretisht SPAK-ut, Italisë, Spanjës, Eurojust, lidhur me goditjen e një rrjeti të rëndësishëm e të rrezikshëm kriminal, ku edhe një herë tjetër autoritetet e antimafjas italiane dhanë alarmin se në Shqipëri pastrohen parat e krimit. Do doja një pyetje fillestare, si e klasifikoni ju këtë goditje dhe pse goditje të këtij niveli ne i realizojmë gjithmonë fal partnerëve? Në fakt ka shumë kohë që shumë raporte të institucioneve ndërkombëtare, sidomos atyre evropiane, e trajtojnë Shqipërinë për fat të keq si lavatriçe të parasë së botës krimit. Të veprimtarisë paligjshme, kryesisht të aktivitetit të trafikut ndërkombëtar të drogës. Madje për fat të keq implikojnë edhe segmentet qeverisë shqiptare, të cilët favorizojnë këto organizata kriminale me leje ndërtimi qoftë në Tiranë, qoftë në Bregdet. Madje në këtë operacion italianët dhe spanjollët e etiketonin Tiranën si qendra e pastrimit të produkteve të veprës penale. Po gjithsesi, domethënë unë si ish drejtues policie dhe ish oficer policie për 3 dekada, shpreh mirënjohje, respekt dhe falënderime të gjitha agjensive që janë të angazhuar në këtë sipërmarrje të luftës kundër krimit. Qoftë Europolin, Eurojustin, qoftë autoritetet e Guardia di Finanzës dhe ato spanjolle, dhe besueshmërinë që ato kanë me disa institucione në Shqipëri si SPAK-u, përfshi edhe Policinë e Shtetit, se për një periudhë kohën, për hir të vërtetës, për shkak të leadershipit të implikuar në disa probleme, domethënë qenë distancuar në kuadrin e bashkëpunimit dhe me ardhjen në krye të policisë të Skënder Hitajt, një oficer me integritet dhe personalitet në rritje për menaxhimin e policisë shtetit, është rritur edhe besueshmëria. Kështu që duhet falenderuar edhe Policia e Shtetit shqiptar që të paktën kohët e fundit nuk po nxjerr më sekretin operacional për ato aktivitetet të cilat dirigjohen nga shërbimet e huaja me besueshmëri të SPAK-u, po patjetër se duhet të bashkëpunosh me Policinë e Shtetit, sepse në një operacion të luftës kundër krimit, kur nuk përfshin Policinë e Shtetit, mund të ndodhin edhe konfrontime dhe përplasje, e mund të ketë viktima. Gjithsesi, me bëri përshtypje diçka. Goditjen e drejtojnë autoritetet italiane dhe spanjolle. Ndërkohë që antarët e grupit kriminal më së shumti ishin shqiptarë, 11 shqiptar, 4 italian. Aktivitete të shumta të biznesit, 4 biznese që janë të sekuestruar, një shumë e konsideruar para kesh që kalon në afërsi 412.000 euro. Jo, 680 sa mijë euro kesh. Okay. Ndërsa pasuritë e tjera pastaj kalonin në shifra shumë të mëdha, sepse ishin 4 aktivitete biznesi, ishin mbi 8 ose 10 makina luksoze që përdoreshin në Shqipëri, edhe në Itali. Kështu që për mua personalisht ky është një operacion i radhës, sepse në përgjithësi të tilla kanë qenë operacionet ku janë të implikuar më shumë se sa 15 persona, të cilat janë potencial në botën e krimit për sa i përket trafikut drogës dhe pastrimit produkteve të veprës penale. Edhe pak më parë edhe në vazhdim kështu i kemi patur me 29 masa arresti, apo ka patur raste që ka patur edhe 45 herësh, por ajo që ka është interesante është që masat e arrestit nuk ekzekutohen. Ose një pjesë e tyre
largohen ose një pjesë të tyre i njoftojnë, pavarësisht se ku rrjedh informacioni. Këtu është për të jo për të tërhequr vëmendjen, por autoritetet shqiptare tashmë e kanë sfidë me botën e krimit, rujtja e sekretit të operacionit për të rënë në rrjetën e policisë dhe të SPAK-ut, të BKH-s, drejtuesit e grupit kriminal. Se po qëse do kapen vetëm anekset e grupit kriminal dhe krerët e grupeve kriminale do të qëndrojnë të lirë, normalisht ky grup kriminal nuk quhet i eliminuar, ata vazhdojnë të drejtojnë aktivitetin kriminal dhe të pastrimit produkteve veprës penale në Shqipëri edhe për vite e vite me radhë. Siç ka ndodhur rëndom në Shqipëri, ku është akuzuar policia e shtetit për nxjerrje sekreti, dhe unë nuk kam dëshirë që të ndodhë tani e më pas, sidomos për sa kohë thjet në drejtim, një oficer me integritet dhe sinqerisht i ndershëm, siç është Skënder Hita. Tani, besoj ma shmange pak pyetje në lidhur me e para klasifikimin e kësaj lloji goditje, dhe e dyta, pse gjithmonë vetëm kur asistohemi kaq shumë nga partnerët konkludojmë diçka madhore. Unë me sa riprodhoj unë për së dyti, isha brenda pyetjes tuaj, por fakti Më konkret. Më konkret do të thotë që policia e shtetit shqiptar ka vite që nuk drejton operacione vetë. Duke i paraprirë me përgjime parandaluese. Çka do të thotë që ose nuk funksionon policia e shtetit. Kemi vetëm policinë, kemi edhe SPAK-un. Flas për parandalimin. Parandalimin e ka detyrë përgjithësore e ka policia e shtetit. Dhe SPAK-u normalisht edhe po të bëj bën përgjime për interesat të hetimit të një ngjarje të caktuar, nuk bën parandaluese. Parandalueset më së shumti i ka policia e shtetit. Pra unë nuk duhet të fajsoj policinë e shtetit, nuk duhet të fajsoj as SPAK-un, sepse SPAK-u është një organizat në formim, në konsolidim, do t'jemi... Pavarësisht se kalojnë shumë vite, gjithmonë kështu duhet të thënë... Shiko, ende SPAK-u nuk është i konsoliduar në pikpamje të organikës. Mos harroni se vetëm vitin që kaloi është plotësuar 80% e strukturës së Biros Kombëtare të Hetimit me hetues të shkolluar dhe të trajnuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shtetin shqiptar. Her pas here ka pas mangut prokuror, ka pas mangut shërbime ndihmëse, të laboratoreve etj ka patur shumë probleme. Nuk është konsoliduar akoma SPAK-u dhe BKH-ja në masën 100% që të mos qalojnë pikpamje të mungesës së organikave të specialistëve që ndodhen për gjitha fushat. Policia e shtetit, për hir të vërtetës, e para ka ndruar më së shumti edhe për shkak të një ligji që bën për të qerasur njerëzit e preferuar, bën një ligj atë që miratuan para 3 vitesh, edhe mbeten në klasë, edhe sot janë të detyruar të inicojnë nëpërmjet një deputeti për të bërë ca ndryshime në 5-6 pika të ligjit për ta bërë më fleksibël drejtimin e policisë nga drejtuesi më i lartë teknik, siç është drejtori i policisë, sepse i ka duart e lidhur, i duhet 6 muaj për të emëruar një drejtor, për ta futur në kalendat greke procedurën e përzgjedhjes dhe të testimit dhe të kualifikimit të një drejtori policisë, ndërkohë që punonjësit e policisë karrierën e bëjnë në rrugtimin e karrierës në grad. Dhe në momentin që ai merr gradën e duhur për t'u emëruar drejtor ose së vendës drejtor policie, s'ka pse t'i nështrohet edhe një testi tjetër, dhe unë e kam përshëndetur këtë nisëm që ka marrë drejtori i përgjithshëm i policisë, pavarësisht me kramarrje apo me shpinmarrje, që të inicohen ndryshimi sepse e mban policinë e ngurtësuar dhe nuk e bën fleksibël në raport me luftën kundër kriminalitetit dhe ndryshimin e drejtimit. Ta përmbledh atë që thatë ju, ne kemi shumë vite që SPAK-u, BKH-ja dhe policia kanë punuar kryesisht me dekriptimet e Sky dhe e Kroqat dhe çështje drejt për drejta të ndjekur nga autoritetet e partnerëve tanë, siç është belgët, francezët, gjermanët dhe italianët në mënyrë të vazhdueshme. Ky grup kriminal që është goditur sot është në vazhden e shumë grupeve të tjera, të cilët të njëjtën punë bëjnë, zhvillojnë aktivitet të tregtisë
trafikut të drogës, duke filluar nga Amerika Latine deri në shpërndarje në gjithë Evropën, përfitojnë shumë të mëdha parash dhe vini i pastrojnë në Shqipëri për shkak të mundësive që janë krijuar nëpërmjet dy shtyllave të qeverisë shqiptare, që i ka përdorur investitorët strategjik, ku tek një investitor strategjik bashkohen 2-3 investitorë të botës së krimit për të pastruar parat, qoftë edhe pastaj lejet e ndërtimit në Tiranë, e cila është lavatriçe më e madhe që ju e dini shumë mirë që edhe pallatet më të mëdha në Tiranë kanë etiketat e krerëve të grupeve kriminale. Po, ma e zaurove pak pyetjen e radhës, gjithsesi unë do ta bëj për dalë në terma më konkret. Çdo ditë më shumë nga Italia ngrihet alarmi i fuqizimit mafias shqiptare në bashkëpunim me atë italiane, po bëjnë ligjin në Europë, thënë ndryshe. Dhe të gjitha këto para thuhet që pastrohen në masë në Shqipëri. Çfarë do të thotë ky alert? Ka një specifik të cilën e vlerësojnë edhe në vendet e Amerikës Latine, edhe në vendet e Bashkimit Evropian, grupet kriminale shqiptare konsiderohen grupe cilësore. Që do të thotë? Që do të thotë janë njerëz të besës, janë grupe të vogla, veprojnë me kanun. Deklaroi prokurori i Barit në konferencë. Po thashun pra, janë grupe cilësore, janë besnik, nuk tradhtojnë, kryen mirë detyrat, grupet shqiptare nuk kanë shkuar në nivelin e karteleve, siç i përdor politika, që i ka interes politika për t'i rritur grupet kriminale dhe për t'i bërë kartel të drogës. Grupet e kriminale të shqiptare janë grupe të strukturuara mirë, janë grupe të vogla, nuk luajnë me cilësinë e mallit, janë besnik se atë çka marrin dhe atë çka u porosit atë lloj materiali të sjellin dhe nuk të lënë në klas. Nuk i kuptim që marrin edhe risk nëse një ngarkesë ju ngel rrugës, ata janë të gatshëm paguajnë pjesën që ju takon. Ajo tjetra që është kryesore është që grupet shqiptare nuk ndërhyjnë në zonat e influencës të një grupi tjetër. Sepse i shmangën konfrontimeve masive, sepse konfrontimet masive normalisht të dekonspirojnë dhe pastaj pranë autoriteteve shtetërore. Pra kanë disa specifika në thonjza, cilësi që nuk i kanë grupet e tjera kriminale. Ndaj edhe janë të vogël në numër dhe janë shumë të vështirë për të zbërthyer nga autoritetet ligjzbatuese në vendet e Bashkimit Evropian. Këto janë cilësitë kryesore që i thotë policia angleze, policia belge, policia italiane, policia spanjolle, franceze, gjermane që e kanë deklaruar që grupet shqiptare janë kaq besnik njëri me tjetrin që ti mund t'i kapish shpesë, por nuk tregojnë për të tjerët. Pra nuk zbërthehen në pikpamje të hetimit për t'i shkuar deri në fund çështjes që ato ndjekin. Dhe ajo çka është ajo kryesorja është për ta përmbyllur këtë pjesë. Ajo çka është kryesorja, kartelet, ata që ju japin punë dhe korridore, domethënë kanë krijuar një përshtypje që grupet shqiptare janë të besës dhe të kryejnë punë. Pra nuk ta lanë ngarkesën rrugë dhe po ju ngeli për shkak të një operacioni masiv që mund të jetë, ato janë pjesë që përgjigjen, pra janë njerëz që përgjigjen. Dhe për pengesat që mund t'ju dalin, kanë përdorur edhe këtë pjesën e kanunit që kanë përdorur dhe autoritetet, që shqiptarët të marrin në besë, por edhe të heqin, vrasin, kur bëhet fjalë për tradhti. Tani, 2 ditët e fundit janë bërë disa arrestime të rëndësishme në Dubai. Si e vlerëson? Janë arrestuar edhe familjarë të ngushtë, eksponentëve të kërkuar, të rëndësishëm të kësaj bote. Dubai, ne kemi thënë, e kemi trajtuar dhe herë tjera, ne nuk kemi marrëveshje me disa vende. Ose më mirë thomi, Dubai nuk ka marrëveshje me shumë shtete. Nuk ka marrëveshje ekstradimi për sa i përket të dënuarve dhe personave që kanë precedente penale. Por disa nga eksponentët e botës krimit në Shqipëri kanë krijuar probleme dhe në zonën e Emirateve të Bashkuar, në Dubai dhe vende tjera,
gjë për të cilën ata nuk tolerojnë, po që ti mund të kesh bërë namin në gjithë Evropën, në Shqipëri dhe kudo, dhe nuk ke probleme me Emiratet e Bashkuara, dhe nuk ke probleme me Dubai, dhe nuk ke probleme me vendet e tyre, ata nuk të krijojnë probleme, të lënë të qetë, të vazhdojsh punën tënde. Në momentin që ti qoftë edhe përplasësh në një klub nate, bi fjala, apo në një aktivitet sportiv, po që se kryon përplasje, po që se ti kryen vepra penale, vepra të turpshme, ato nuk të tolerojnë. Dhe disa nga eksponentët e botës krimit që janë shqiptar, që kanë kryer krime në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Shqipëri, normalisht nuk janë sjellur mirë, kanë krijuar probleme. Dhe nuk kemi të bëjmë me ekstradim për shkak të një marrëveshje që ka Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë me Emiratet e Bashkuara, apo me Katarin, apo me Dubain. Ata quhen deportime policore për shkak të implikimeve tyre. Një problem është shumë serioz që kohët e fundit policia shqiptare ka raporte shumë të mira me Europolin, Eurojustin, të cilat kanë ndihmuar policinë shqiptare në shumë raste me deportimeve e eksponentëve të krimit, edhe për nevojat të hetimit, për të zbardhjen e disa ngjarjeve të rënda kriminale, në të cilat ne e dim shumë mirë se si kemi grupet kriminale të përplasura në Tiranë, në Durrës, në Lezhë, në Elbasan, në Fier, në Vlorë dhe në Shkodër, dhe pikërisht për këtë arsye disa nga të deportuarit janë aset për organet tona të hetimit, siç është SPAK-u, por edhe për prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe për policinë shqiptare, për faktin se ka shumë ngjarje kriminale, sidomos të viteve të fundit, janë mbi 32 atentate me humbjen e mbi 50 jetë njerëzish në Shqipëri, ku dihet që shumica e tyre janë bërë për larje hesapesh të grupeve të strukturuara të trafikut ndërkombëtar të drogës, por edhe për problematika që kanë patur në Shqipëri. Në këtë kuadër, domethënë duhet përgëzuar deportimi i këtyre personave me rrezikshmëri të lartë që janë eksponentë të botës krimit, po që do të shërbejnë agjencive ligjzbatuese në Shqipëri, sidomos SPAK-ut. Ka një perceptim kohët e fundit, ose më saktë që prej marrjes së detyrës si drejtues i SPAK-ut, që Klodian Braho, meqense është drejtuese, po SPAK-u në tërësi, është pyetja, ka rënë si në gjumë. Është i saktë ky perceptim, sepse më përpara me Altin Dumanin, ish drejtuesin e SPAK-ut, ishim mësuar që të ngrinim pritshmëri e të dëgjonim lloj e soj lajmesh për arrestime të peshqve të mëdhenj etj, dhe edhe ndodhen, ë. Kështu që tani kemi një lloj stagnacioni, apo është perceptimi gabuar? Shiko, dhe cilat janë arsyet? Në fakt, si sot 6 muaj më parë, kur ishim në të fazën e pritjes për zgjedhjes së kreut të ri të SPAK-ut, unë e kam thënë edhe në këtë studio, po edhe në studio të tjera, që kemi një fazë shumë interesante. Kreu i parë i SPAK-ut u muar me themelimin dhe ngritjen e strukturës. Ishte i zbet si institucion, për shkak se 6 prokurorë bën betimin të parët. Unë kam qenë këshilltari i presidentit të Republikës në atë kohë, kur SPAK-u sa po filloi të ngri, do të thotë që 6 prokurorë bëjnë betimin me në krye krajen, edhe do të ngrinin këtë strukturë që do bante namin në Shqipëri. Dhe normalisht pritshmëritë e opinionit publik, të mediave dhe të politikës, po edhe gjithëve, ishin shumë të mëdha. Mirë po, hapat ishin shumë të ngadalt. Me ardhjen e Dumanit në krye të SPAK-ut, ashtu si që ju thatë, vërtet Dumani i dha një frym tjetër, edhe në pikpamje të shpejtësisë së ngritjes të institucionit, trajnimeve afatmesme dhe afatgjata në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Shqipëri, me ekspert të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Në të njëjtën frym startoi ngritja e Biros Kombëtare të Hetimit, të cilët me grupe nga 20 nga 30 oficerë të BK-s shkuan me 1 muaj apo 2 muaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe menjëherë filloi të jap rezultatet.
Disa nga ato oficerë që janë inkuadruar që në orët e para në BKH, kanë spikatur në hetimin e ngjarjeve shumë të rëndësishme në Shqipëri dhe për cilën kanë bërë buje dhe me vendosjen e prangave, se një prokuror po spati 2-3 oficerët BKH-s kur nuk mund të përfundojë qoftë edhe një çështje në pikpamje të hetimit ndërsi, të hetimit të organit prokurorisë. Edhe shumë shpejt SPAK-u dhe BKH-ja dhanë goditje shumë të rëndësishme, për të cilat u trondit politika, ndërkohë u rrit besueshmëria në opinionin publik. Dhe para 6 muajsh, unë kam thënë që Altin Dumani e ka shkruar emrin e tij në dyert e Perëndimit, në dyert e Stambollit dhe në dyert e Amerikës. Ka qenë një shprehje përpara emri i filanit është gdhendur në dyert e Stambollit. Altin Dumani e gdhendi në Amerikë emrin e tij, sepse mori dekorat si një luftëtar i denj i luftës kundër krimit dhe korrupsionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kështu në vendet e Bashkimit Evropian. Me ardhjen e Brahos, unë kam thënë që nëse Braho nuk do ta vazhdoj ta ngrej lart stekën, ose të paktën ta mbaj steken atje ku e la Altin Dumani, pra në ato nivele, edhe Braho do ta shkruaj emrin në kancelaritë evropiane dhe amerikane. Në të kundërtën do ngelet i gjallë emri i Altin Dumanit që ai bëri SPAK, të tjerët pastaj e zhbën. Çak problemi ka ndodhur që unë e vlerësoj shumë Brahon. Normalisht Altin Dumanin po dhe Brahon e vlerësoj. Presioni i politikës, sidomos kur steka u ngrit lart në periudhën e Domanit, u rrit presioni i politikës majtas dhe djathtas kundër SPAK-ut, sepse u trembën të gjithë. Sidomos me pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministës së Shqipërisë, Belinda Balluku, të gjithë politika u trembë. Mirë, kur janë pyetur në këtë drejtim, drejtuesit e SPAK-ut apo prokurorët, të gjithë kanë thënë që nuk e kemi problem, jemi indiferent ndaj presioneve, nuk na bëjmë përshtypje, jemi mësuar. Absolutisht po. Nuk kanë shprehur ndikim në këtë drejtim. Absolutisht po. Kështu që më duket një argument ndoshta jo aq. Shiko, të tjera gjëra thuhen, të tjera gjëra përjetojnë njerëzit. Nuk janë prej drurit. Edhe prokurorët nuk janë prej drurit, as prej gurit. Janë njerëz, janë me shpirt. Edhe unë e kuptoj mbështetje të fuqishme, mos nga SBA-t, kështu që shiko, unë e kuptoj. Kanë ku ankohen dhe në këtë drejtim. Unë e kuptoj argumentin tuaj, por mos harrojmë që pjesa më e madhe e prokurorëve të SPAK-ut që sot punojnë në SPAK kanë edhe 2 vjet e gjysmë kohë për të qëndruar në SPAK. Dhe ju mbaron afati. Dhe nëse Parlamenti shqiptar nuk bën ndryshime në ligj për t'ju dhënë të drejtën e qëndrimit 9+9 në detyrë, normalisht gjërat fillojnë dhe zbehen. Dhe tashmë ne nuk kemi mbështetje maksimale të politikës ndaj SPAK-ut. Kemi luftë politike majtas dhe djathtas nga SPAK-u. Kemi angazhimin e gjithë qeverisë shqiptare deri në përplasjet e pushteteve ekzekutive me pushtetin gjyqësor në nivelet më të larta deri në gjykatën kushtetuese. Kemi presione publike, të cilat duam s'duam ne, edhe po nuk i ndjen prokurori, i ndjen gruaja e prokurorit, bashkëshortja e prokurorit, e ndjen vajza e prokurorit, e ndjen djali i prokurorit, e ndjen prindi i prokurorit, që kur shkojnë darkën në shtëpi, i thot, a ju do ta bëni Shqipërinë? Dhe ja ulin tempin për shkak të klimës që krijohet në Shqipëri. Dhe unë këtë e sjell në vëmendje dhe jam i bindur që prokurorët dhe familjet e prokurorëve e vuajnë këtë situatë. Sepse e kemi vuajtur edhe ne oficerët e policisë në luftën pa kompromis që u bërë krimit në vitin 2005 deri në vitin 2009 me ndrimin e pushteteve, ku u arrestuan mbi 104 grupe kriminale me mbi 1040 persona. Atëherë që nuk nga ngel kush pa u futur në burg, duke filluar nga gjithë bandat e Vlorës, të Elbasanit, të Firit, të Durrësit e të gjithë Shqipërisë. Problemi është që a duhet krijuar një klim nga politika për t'i lënë të punojnë këto institucionet e reja të drejtësisë, por jo vetëm institucionet e reja, sepse ne e konceptojmë institucionet e reja të drejtësisë vetëm SPAK-un, BKH-n dhe GKK-n, por institucionet e reja me pas vettingut konsiderohen dhe prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm.
sepse kanë tjetër Në total qasje. sistemi, e qartë. Në total sistemi. Tani, Në këtë këndvështrim, po, për ta mbyllur këtë pikë. po, në këtë këndvështrim, unë them që duke u nisur nga përbaltja që u bën nga politika, ka ndryshuar një qasje spaku. A thjesht strategji thua? Po, ka ndryshuar një qasje që tashmë nuk varapojnë për t'i vënë prangat. Kreut grupit kriminal ose një zyrtarit lartë të implikuar në veprimtari korruptive, shpërdorimit detyrës, mitmarrje, edhe pastrim produkteve të veprës penale. Por ata po përmbushin hetimin e plot për dalë me prova më të pakontestueshme, duke ju referuar edhe vendimit kohëve të fundit kolegjit të gjyqtarëve për paraburgim, për masën e sigurisë. Po pra. Në tërësi nuk është vetëm për paraburgimin, edhe arrestin në shtëpi. Po arresti me burg është më Jo, se edhe arresti në shtëpi nuk është ai është kontestuar më së shumti. Më së shumti. Unë e pata fjalën për masën e sigurisë në tërësi. Dhe unë jam i bindur dhe kam edhe informacione që tashmë disa dosje të nxehta ku ka të implikuar zyrtarë të lartë shtetit, edhe të niveleve të para, edhe të niveleve të dyta, edhe të niveleve të treta, besoj që do të ekzekutohen shumë shpejt, edhe në kuadrin e një detyre... Rikthehet sezoni peshëve të mëdhenj. Po, edhe në kuadrin e një atyre 34 detyrimeve që Bashkimi Evropian i ka vendosur si parakushte për ecurinë e mbylljes së kapitujve. Dhe kryesisht këto kushte, po ta shikosh, janë kryesisht vetëm se s'përmenden emrat, nuk përmendet emra Shemsi ose Ediona ose tjetri. Po ama po ta lexosh me vëmendje fjalën, je i bindur që kjo pik flet për Akshin, kjo flet për çështjen Balluku, kjo flet për këtë. Pra, vetëm se nuk kanë emrin përbri. Po ta lexosh me vëmendje të madhe do thotë që kjo është çështja e Akshit. Edhe unë jam i bindur që do ketë goditje shumë të shpejta, madje edhe policia e shtetit e ka si test. E kanë pyetje më vete ato, mos ma shtero, okay. Para ndërkombëtarëve e kanë si test gjetjen e disa eksponenteve të botës krimit të implikuar me politikën. Okej. Tani, kalojmë në një pikë tjetër. Pas rritjes presionit ndërkombëtar, kohët e fundit u goditën disa call center. Mirëpo, nga informacionet që vinë çdo ditë, mësohet se puna vazhdon në disa prej tyre. Si do të shkoj fati i rrjetit call centerve në Shqipëri, që tashmë është bërë një çështje ndërkombëtarizuar? Për hir të vërtetës, pasi shkruajnë media të rëndësishme ndërkombëtare. Për hir të vërtetës, shqetësimin më të madh të call centrave që e lexojnë si shqetësim e lexojnë partnerët tanë. Sepse qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian janë ata më të goditurit në raport me ekonominë e tyre dhe kryesisht shtresa e pensionistëve të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe normalisht është folur shumë për call centrat, por në Shqipëri askush nuk e vuri ujit në zjarr, siç thot populli, për çështjen e call centrave derisa partnerët tanë erdhen vetë në Shqipëri. Dhe i kishin me lokacionet caktuar të gjitha lokalet ku zhvilloheshin aktiviteti i call centrave. Është për të ardhur keq që në aktivitetin e call centrave ka patur dhe ka të implikuar punonjës të administratës publike, punonjës të policisë shtetit, punonjës të shërbimeve, edhe shërbimit informativ, dhe fatkeqësia më e madhe është që qeveria shqiptare, edhe pas shqetësimit të partnerëve, nuk ul të bëjë një analizë thollësishme. Për mendimin tim edhe presidenti i Republikës duhet ishte shqetësuar për të mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare në raport me këtë fenomen. Sepse ky fenomen është më i rëndë se fajdet që na ka ndodhur ne në 97-ën, 96-97-ën. Për faktin se atëherë si sasi parash ka qenë shumë më e vogël, po zente peshë specifike për shkak të ekonomisë dobët që kishin shqiptarët. Ndërsa sot, nëpërmjet call centrave, u janë vjedhur qytetarëve të Bashkimit Evropian një shifër shumë e madhe parash, që mendohet që t'i ka përcej 3 deri në 5 miliard euro, të paktën që thonë ekspertët, jo që them unë. Por unë prandaj e shtriva në diapazonin 3 deri në 5 miliard, ndoshta edhe më shumë, ndoshta edhe më pak.
ndërkohë që fajtet të Shqipërisë nuk i kanë paskaluar as 500-600 milion dollar. Pra në këtë kontekst dëmi është shumë i madh. Dhe ky fenomen ka lullzuar jo pak, po për mbi 10 vite në Shqipëri, duke e ditur autoritetet ligjzbatuese, duke e ditur shërbimi informativ shtetëror, duke e ditur policia, duke e ditur organet e prokurisë, duke e ditur qeveria shqiptare, sepse edhe ministrave, edhe kryeministrit i është ngritur ky problem takimet bilaterale dhe multilaterale në takimet Bashkimit Evropian për këtë fenomen, sepse ka qenë shqetësimi i qytetarëve të tyre. Problemi që asnjëherë nuk u mu iniciativa për të goditur policia e shtetit këtë fenomen, për ta goditur prokuroria jonë këtë fenomen. Goditet më të rënda që janë dhënë me iniciativën e partnerëve tanë nga Spanja, nga Gjermania. Madje shqetësimi i gjermanëve ka qenë shumë konkret për një serial call centerësh. S'po përmendim se unë nuk e mbaj mend këto emrat që ti riprodhoj ashtu siç duhet edhe mos bëj gabime. Dhe madje domethënë është përfolur personazhe të publike që Armand Josifi, vllai kryeministit, asnjëherë nuk bë analizë për këtë problem. Dhe për këtë nëse ka materiale konkrete, se flitet që ka materiale konkrete nga gjermanët, atëherë policia e shtetit nuk mund të quhet institucion ligjzbatues, po qese frenohet sa herë gjen emrin e një zyrtari të lartë, emrin e një vllai ministri apo vllai kryeministri apo një eksponenti që ka mbështetje politike. Sepse nëse ti nuk je partner i besueshëm në luftën kundër një fenomeni që zhvillohet në jurisdiksionin ku ushtron aktivitetin organizata e policisë shqiptare, ku zhvillon aktivitetin prokuria e Tiranës apo një prokurori tjetër në Elbasan, se call centrat kanë lullzuar gjithkund, nëse shumë në Tiranë, po ka patur edhe në rreth e tjera, atëherë ti nuk je institucion i pavarur, nuk je institucion ligjzbatues, sepse ti e zbaton ligjin me 2 apo shumë standarde. Pra do të thotë që ti nuk ke guximin të vesh pranga atje ku duhen vendos pranga, ndërkohë që merr një qytetar për 2 gram hashash. Dhe kjo është e patolerueshme për një polici e cila pret të përmbushë standardet e një organizate policie të një vendi që do të aderojë nesër në Bashkimin Evropian. Edhe unë prandaj dhe e kam përshëndetur dhe e kam mbështetur Skënder Hitajn si drejtues i policisë, leadershipi i ri i policisë, sepse sapo erdhi në detyrë ka filluar të godas këto fenomene. Call centrat edhe me iniciativën e vet, ato lojrat e fatit në zonën e Kurbinit dhe zonën e Lezhës, të cilët ja bënte organizata e policisë, ja bëshin drejtuesit e policisë. Pra këto fenomene. Në Tiranë dhe më së fundit tani ka filluar të godas edhe inkriminimin në korrupsionin me veprat, me pronat dhe pasuritë shtetërore dhe private, duke filluar në Bregdet, duke filluar nga Saranda, dhe uroj që ta vazhdoj në gjithë Bregdetin shqiptar, me Vlorën, me Firin, me Durrësin, me Shkodrën, Lezhën, në gjithçka, në mënyrë që të rritet besueshmëria e qytetarëve shqiptar, po edhe qytetarëve të Bashkimit Evropian, se këto fenomene do të goditen. Megjithatë, unë kam përsëri rezervat e mia në raport me aktivitetin policor të organizatës policore shqiptare dhe të prokurisë shqiptare në raport me call centrat, sepse siç thatë ju, është bërë 2-3 goditje, por përsëri vazhdon ky fenomen dhe lullzon. Dhe unë këtë informacion kam, sidomos Tirana, po kohët e fundit kanë filluar të transferojnë edhe në përrethë të tjera aktivitetin e call centrit për ta shmangur sa më shumë larg kryeqytetit, sepse këtu bën edhe buj. Flasim pak për bastet, megjithëse e ceke pak, tabelat me logo ishe gjithandej. Është një veprimtari e paligjshme deri më tani. Ndërkohë ka pasur goditjet, po themi, kanë qenë në një nivel shumë të ulta. Çështja, 2 probleme kanë ngelur në Shqipëri, çështja e luftës kundër kultivimit të bimëve narkotike, për cilat u miratuar ligji, u legalizuar ligji, por nuk ka avancuar me aktet normative, sepse një ligj po nuk u prodhua në aktet normative dhe po nuk u implementua nëpërmjet akteve normative, akteve nënligjore, urdhrave, udhëzimeve se si do të bëhet, është e pamundur të implementohet në terren.
E njëjta gjë ka ndodhur me lojrat e fatit. Ndërkohë që aktivitetin e lojrave të fatit e dirigjojnë jo biznesmen, kryesisht njerëz të politikës që kanë marrë okejin edhe ju kanë dhënë usera aty që duan ta furnizojnë. Pra funksionon online. Nuk funksionon mekanikisht si dikur më parë. Ne nuk kemi një të dhënë sot nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve ose drejtoria e lojrave të fatit më mirë, por faktikisht do të ketë dhëna nga të dyja. Njëra kontrollon ligjshmërinë e funksionimit, tjetra deri në tatimeve. Para se t'ju zhvillohej lufta e atij operacionit famshëm fundi i marrëzisë, nëse ju kujtohet. Po, patjetër. Në Shqipëri ka patur nga të dhënat zyrtare mbi 50.000 punonjës të siguruar në aktivitetin e basteve sportive dhe lojrave të fatit. Se secili kishte një kiosk, po aty jepte kafe, po aty pritet të bileta. Dhe në këtë kontekst, çdo punonjës tatimesh dhe punonjësit e institucioneve tjera shkoshin për kontrolle dhe ishin të detyruar të paktën minimalisht 2 punonjës të kishin të siguruar dhe të deklaruar. Në të njëjtën variant vazhdoi me aparatet e lojrave të fatit. Pra se kishte edhe aparatet e lojrave të fatit, kishte edhe kompjuterat ku vendoseshin basat sportive. Ne si policie kemi pas kontrolluar këtë aktivitet. Po për efekt të shërbimeve tona, pjesën tjetër, dhe atje kishe 10 deri në 12 kompjutra të regjistruar për të cilat paguje tatim, edhe si aparat, po edhe si aktivitet mujor, fillimisht si aparat dhe pastaj si aktivitet mujor, dhe pastaj ndodhte që kishin edhe këtu mbrapa perdës edhe një 10 aparate tjera të pa regjistruara dhe nuk pagushin tatime. Kjo ishte paligjshmëria. Pra, midis gjithë këtij aktivitetit të ligjshëm, kishte një 50.000 punonjës të siguruar dhe mblidhte shteti shqiptar dikun, mos gabojmë, ke 150 milion euro në vit të ardhura nga tatimet, nga sigurimet, nga gjitha ato detyrimet, pa llogaritur pjesën e ngurtësuar që kishin kompanitë. Sot aktualisht kanë kaluar kaq kohë, muaj, vite, që është miratuar përsëri ligji, funksionon online, shteti shqiptar nuk merr asnjë lek të ardhura. Pa çfarë do të thotë që ligji nuk është në vendosur në eficiencë me aktet e tjera nënligjore, aktet normative, urdhrat dhe udhëzimet për ta normuar dhe për ta lejuar si do funksionojë. Dhe si do kontrollohet, dhe kush autoritet do të ushtrojë kontrollin. Mbi çfarë, kush çfarë? Sepse atje atakohen dy. Sot aktualisht po të shkojsh edhe të pyesish një nga këto poseduesit e këtyre lokaleve që i kanë me ekrane, thot, më vijnë tatimet dhe më kërkojnë kafe. Më vjen drejtoria e lojrave të fatit dhe më kërkon kafe, më vjen dhe policia më kërkon kafe. Pra, dalin në pa tre autoritete shtetërore. Pra, nëse leadershipi i policisë do ta filloj këtë luftën si që filloi në Sarandë, me ndërtimet pa leje dhe me implikimin në ndërtimet pa leje në Bregdet të IKMT-s, IMT-s, Bashkisë Sarandë, Policisë Shtetit, pra 4 institucionet implikuar. Do ketë edhe të tjerë, po do t'i nxjerr hetimi. Po deri tani, opinioni publik ka mësuar që 4 institucione, IMT, IKMT, Bashki dhe Polici, janë të implikuar në veprimtarinë e paligjshme, shpërdorim detyre, korrupsion e tjerë. E nëse do të hetohet një ngjarje e tillë, edhe këtu minimalisht do na dal ai fenomeni ku lideri i lojrave të fatit kishte në listë gjithë drejtorët e policive që i pagunten muaj, apo drejtorët e tatime, apo drejtorët e lojrave të fatit, apo inspektorët e lojrave të fatit që i pagunten muaj. Atëherë aktiviteti zhvillohet, madje nëpër masa më të mëdha, shteti nuk përfiton asnjë qindark dhe nuk kemi formalizim të këtij aktiviteti biznesi. Çka do thotë është një kolaps total dhe shtetit parafërsisht sot, sepse Shqipëria nuk është ajo që ishte dje, është më zhvilluar, është me ekonomi tjetër, mundët të ikin mbi 200 milion euro, 300 milion euro në pikpamje të detyrimeve tatimore dhe pastaj një 50 milion euro mund të ikin në pikpamje të detyrimeve të sigurimeve shëndetësore, shoqërore që paguhen çdo i punësuar në këto lloj aktivitete. Pra është i përjashtuar dhe vetë shteti duke va bërë shpërblim këtë lloj aktiviteti njerëzve të fortë të politikës dhe njerëzve të fortë të influencës që quhet bota e krimit,
Sepse ata i kanë këto lojra, fati nuk i kanë ma ato njerëz që hapnin një kiosk dhe prandaj dhe i mbajnë të fshehura dhe i bëjnë në aktivitet të heshtur, të fshet, që e din vetëm policia, e din vetëm tatimet, por nuk e din opinioni publik, se ku zhvillohet, çfarë tatohet, çfarë mlidhet. Tani, do të kalojmë në një tjetër pikë, edhe kjo konkrete, një pyetje e shkurtër referuar edhe nga ajo që thuhet underground, një personazh i rëndësishëm që është tashmë në duart e drejtësisë, si Durim Bami, a mund të bëhet pendito? Sepse mund t'i shërbente një sër çështjeve të rëndësishme, dosjeve të rëndësishme. Shiko, unë do të doja që të bëhet. Personalisht. Me nuhatjen tuaj, themun se me dëshirë. Unë do të thoja të bëhet. Durim Bami është një personazh shumë i çuditshëm, që e kanë akuzuar shumë kundërshtar se u ka ngritur prita për t'u bërë atentat. E kanë akuzuar disa kundërshtar se Durim Bami ka ngritur grupe të vrasëve me pagesë për këtë apo atë grup kriminal, për këtë apo atë personazh, ka bashkëpunuar me këtë grup apo me atë grup kriminal, sidomos bashkëpunim me grupet e Durrësit, të Lezhëse, për të eliminuar personazhet të caktuar të botës krimit. Dhe normalisht Durim Bami do t'i jepte drejtësisht shumë më shumë se sa Domani. Do t'i jepte, sepse ai edhe din, edhe ka biseduar, madje ka patur takime me personazhe të politikës, din mbi çfarë ka ndodhur, aq sa ai din. Ai jo në çdo ngjarje kriminale ka qenë vetë personazhi apo autori, po mund të di. Bashkëpunimi i Durim Bamit do jetë një thesar i madh për drejtësinë shqiptare, sidomos për SPAK-un. Dhe nuk është që t'jemi të sinqert, kush e njeh Durim Bamin, unë e njoh. Nuk është e lehtë për të bërë bashkëpunëtor i drejtësisë. Nuk është e lehtë. Ai prokuror apo prokurore që do të qaset në normat dhe rregullat e komunikimit me Durim Bamin për ta bindur që rruga jote, ose jeta jote, ose implikimi jot është deri këtu apo deri këtu, normalisht ai në fund ka të drejtë të zgjedh minimumin. Pra minimumin e dënimit, dhe minimumi i dënimit merret vetëm duke bashkëpunuar me organet e drejtësisë, sepse këto janë norma të caktuara në ligj. Kodi i procedurës penale parashikon më së miri, kodi penale dhe i procedurës penale, që ndoshta një dënuar që mund të akuzohet për një person që akuzohet për të dënuar me burgim të përjetshëm, minimalisht kur bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, ndoshta jo vetëm burgimin e afatit maksimal 30-35 vjet, po mund të lirohet edhe me 7-8 vite burg. Varet çfarë do i jap drejtësisë shqiptare. Sa i besueshëm është për drejtësinë shqiptare, sa gjëra konkrete do t'jap, sepse ka një status që ti mund t'japi shumë gjëra për 3 ngjarje, dhe në një moment që ti mban rezerva për një ngjarje ku është implikuar qoftë edhe vllaja apo kushiri jot, dhe ti e mban rezerva për të mos marrë në qafë, nga i moment ti e humbet të drejtën e statusit, e përfitimit të statusit. Pra, në këtë kontekst, them që ndoshta nuk është nga ato personat që e vënë në kanar atë, sepse dhe jeta e tij nuk është si e Dumanit. Sepse Dumani ti ishte rrezikuar jeta, madje i kishin bërë atentate për ta ekzekutuar dhe nuk kishte grup ma. Nuk kishte më i fort Dumani. Dumani ishte i braktisur. I kishin ikur gjithë shokët e më të ngushtë të grupit me cilin ishte i zhveshur nga ushtria me cilën mund të mbijetonte në front. Kurse Bami është në nivel tjetër. Është nivel tjetër, është në kushte tjera, po gjithsesi
si ish punonjës policie, uroj që të bëhet një thesar i çmuar për organet e drejtësisë, sepse burrërinë e ka. Burrërinë si formim, si origjinë, si karakter, edhe rruga e krimit, ne jemi të ndërgjegjshëm, ka përfshirë mjek, ka përfshirë jurista, ka përfshirë njerëz me formim të intelektual. Rruga e krimit mund të përfshirë këto. Vetëm po të kesh një karakter shumë të fortë, mund të rezistosh, që të mos joshësh nga paraja, mos joshësh nga privilegjet. Por besoj që policia dhe prokuroria duhet të investohen për të patur një bashkëpunëtor tjetër drejtësisë. Nëse do të fusin bashkëpunëtor të drejtësisë Ergy Sagasin në Shqipëri, do të lexojmë gjithë shqiptarët se ku jetojmë ne. Ku jetojmë dhe kush na vjedh, dhe kush na vret, dhe kush na tret. Sepse atje ku krimi i organizuar, krimi kundër jetës personit, është i lidhur me politikën, dhe me politikën e niveleve të larta, normalisht ajo është e frikshme, por shqiptarët duhet të ndërgjegjësohen se nuk mund të ecim kështu. Nëse ne jemi një shoqëri shumë evropiane, shumë amerikane, se jemi dashamirës, po të shikosh 90% e shqiptarët votojnë duam të jemi në Evropë. Edhe pse e din shumë mirë që biznesi do ketë kushte të vështira, që shqiptarët do kenë tjetër kushte të vështira, do kenë nivele të tjera, por prapë e duam Evropën, e duam Evropën sepse ne duam lirinë. Por nuk mund të ketë liri me nivel kriminaliteti siç ka Shqipëria. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Ndaj dhe organit të SPAK-ut, sidomos SPAK-ut, që ndjek krimet e rënda, i duhet të punojë shumë me eksponentët e rëndësishëm të botës krimit për t'i kthyer në bashkëpunëtor. Por në rastin e Durim Bamit, çfarë do të prodhonte pendimeti? Do prodhonte. Sepse dhe në rastin e Durim Bamit ka të bëjë me lidhje me politikën. Ju e dini shumë mirë që së pari është akuzuar dikur se ai mund të ishte përdorur për të ekzekutuar, për të eliminuar një deputet, por bëhet fjalë që është vrarë vllai një deputeti tjetër, ndërkohë që ka lidhje me një deputet tjetër në Lezhë, dhe të gjitha këto do të thotë që është vënë në dispozicion të politikës apo ka bashkëpunuar me grupe kriminale afër politikës. Dhe normalisht Durim Bami, prandaj thash që është një thesar. Këtu e pata fjalën, sepse shiko, grupet kriminale do të vazhdojnë dhe do të jenë sa do të jetë njerëzimi, se kështu ka ekzistuar. Por kur grupet kriminale bashkëpunojnë me strukturat e policisë shtetit, bashkëpunojnë me deputetët, me politikanët, me ministrat, bëhen të rrezikshëm pikërisht për këtë arsye, dhe normalisht ju e mbani mend që çfarë tronditje në shoqëri solli kur dekriptimet e Skaj dhe e Kroqat nxorën në skenë çështjen e Shkodrës. Çështjen e Shkodrës, ku drejtori i policisë, prokurori ishin të implikuar me një grup kriminal për të goditur një grup kriminal tjetër. Mana shumë e rëndë, kjo është e rëndë. Po nesër kur të marrim vesh që një deputet ose një ministër ose një tjetër është angazhuar për të eliminuar një personazh të një grupi tjetër kriminal, kjo është më e rënda. Sepse atëre ti je i rrezikuar nga grupet kriminale, po ti nuk mund të trokasësh te policia, sepse policia është vetë krimi. Ti do të trokasësh për të kërkuar ndihmë ke një deputet që të hapi rrugën për në institucionet shtetërore, ndërkohë që deputeti është pjesë e organizimit të vrasjes. Kjo është shumë e rëndë për një shoqëri. Edhe ndaj dhe them që Durim Bami është pjesë e rëndësishme nëse do të bashkëpunojmë me drejtësi. Tani, që prej emërimit si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, ka plot 58 ditë në mos gaboj, eksaktësisht në këtë detyrë të re. Ka ngritur shumë pritshmëri me sa perceptojmë gjithandej, ndoshta edhe nga intensiteti i ditëve të para të detyrës, me aksione të ndryshme, të shtrira në të gjithë vendin, me lëvizje të forta në radhët e bluve për ta ristrukturuar të gjithë kupolën apo sistemin e policisë së shtetit. Si e vlerëson këtë 58 ditësh të parë, një bilans për punën e Hitës, por edhe pritshmëritë për vazhdimin?
Unë kam patur konsiderata për Skënderhitajn që në kohën që ka punuar shefi policisë kriminale në Fier, unë kam shkuar me vonë drejtor policie, po kam lexuar dhe kam parë një punë sistematike të një kuadri me të vërtet policor. Dhe sa që thoja si s'pata fat që ta punoja me ta. Sepse letrat, ne kemi pas normë që nuk çdo muaj analizoshim çështje për çështje të gjitha seksioneve të luftës kundër krimit, duke krimet e rënda, krimet e lehta, pastaj ato të drogës, trafiqeve, të krimet ekonomike e tjerë. Skënderhitaj është një oficer që ka lënë gjurmë kudo që ka shkuar. Dhe nuk e ka lënë gjurmën se Skënderhitaj ka pas ballukët më të mira, po sepse ka qenë një personazh në polici me shumë integritet, një njeri që nuk qojnë mies edhe të thoshte sa gjoba do t'i vendos këtij biznesi apo këtij biznesi dhe sa para do të çojnë në shtëpi. Po se si do të realizoj qojnë mies dhe kishte planin e ditor të punës për punët që do bante, për dosjet pa autor, për ngjarjet e rënda kriminale dhe ishte një person me vetdije, me profesionalizëm dhe me integritet në raport me luftën kundër krimit. Dhe ndaj dhe ka lënë gjurmë. Ka lënë gjurmë në Shkodër pastaj se atje vajti shefi policisë kriminale. Dhe gjithkund ka shkuar në çdo funksion që ka kryer e ka bërë. Sot ai konkuroi dhe u bërë lideri i organizatës policisë. Më ka ardhur mirë, sinqerisht më ka ardhur mirë. Të drejtosh një organizatë policore me mbi 12.000 punonjës nuk është e lehtë, aq më tepër kur paraardhësit nuk i akuzoj si leadershipin e policisë, leadershipin më të lartë teknik, siç është drejtori i policisë. Po mos harrojmë se 2 vjet e gjysmë më përpara, kur ministri ishte Taulant Balla, trumpetoi me të madhe ndryshimet në policinë e shtetit, të cilat u bën në anën negative, nuk u bën për pozitivitet. U bën për të marrë nën komisarin për ta bërë shef komisariati. Pra këto quhen qerasje të patronazhistëve brenda organizatës, sepse ti s'ke pse e djeg një nën komisar për ta bërë shef komisariati pa dal nga bankat e shkollës. Se do t'i vi koha, do t'i vi mosha, se i djeg karrierën. Dhe pastaj i hapen diapazonin që të kishte drejt edhe drejtuesi për të konkuruar për drejtor policie. Në fakt, një oficer policie zhvillon karrierën sipas gradave. Po të ndjeki karrierën me grada, 3 vite, 4 vite, 5 vite si e ka nga grada në grad, normalisht i takon që pas 25 vitesh të ketë drejt të konkuroj edhe për drejtor të përgjithshëm policisë. Ilir Proda, 42 vjeç, sot s'është më në polici. Pa e ka mbyll karrierën. Ndryshimi ligjor e kthen nesër përsëri drejtues i parë. Pra ky ndryshimi që do bëhet, e kthen në një funksion drejtues i parë. Pra, ti nuk ke luksin si Shqipëri që ata njerëz që janë drejtorat përgjithshëm, sapo ti se lën të mbaroj mandatin 5 vjet për shkaqe politike dhe arsye nuk i e pas arsye pse po të shkarkoj, po i kërkon dorëheqje, dhe në momentin që e dorëheq ai do ikin nga policia e shtetit. Me ndryshimin që pritet të bëhet tani, ai do jetë prapa aseti i policisë. Nëse është kuadër i mirë, nëse është implikuar në veprimtari kriminale etj etj, rrugë të mbar ti ku të doj. Kjo është pozitive dhe ky ndryshim, pra ky rikthim që kthehemi ke ligji më parshëm, është gjë pozitive. Edhe tjetra që të mos bësh më konkurs. Ai ka bërë konkursin ai për gradën nga kryekomisar në drejtues, nga drejtues në drejtues i parë, dhe ai tani është i gatshëm, pra është i përgatitur, e ka përgatitjen profesionale, e ka karrierën, e ka eksperiencën që të emërohet drejtor. Pse duhet ta fusë një ngar, që të zgjasësh një procedurë 6 muaj, po për 6 muaj kush do të drejtojë policinë mbi fjalat të themit Korçës ose të Firit kur ti i ke të komanduar. I ke caktim përkohshëm detyrë. Apo emërohet si ta duash atë, po nuk e ke të emëruar. Pra të emëruar si drejtor policie, ose departamentet, ose institucion, ose drejtoritë brenda drejtorisë përgjithshme. Pra në këtë këndvështrim, ti e mban drejtorin e përgjithshëm policisë me duart lidhura, sepse atij i duhen 1 vit për të konsoliduar gjitha drejtoritë dhe komisariatet për t'i emëruar njerëzit. Kurse kështu ai mund t'i emërojë për 1 ditë, e piketon 100 oficerat që kanë predispozicionin për të bërë detyrën,
që kanë aftësitë profesionale, që kanë karrierën e mirëfillt në polici, që nuk janë të implikuar dhe i emron dhe u kërkon llogari. Ose mund të bësh edhe një qasje tjetër. Merr drejtorin e policisë Qarkut, edhe i thu, kemi këto emra. Kush ta bën punën më mirë? Pra tjetë edhe një farë kontrate. Pra në rast se Shemsi Prenqi është drejtori i policisë vendore të një Qarkut caktuar, po themi Elbasanit apo Beratit apo këtje, ai zëvendës drejtorët dhe shefat e komisariatit së bashku me drejtorin e policisë vën 20 emra dhe zgjedhin 5. Pra me këto e bëj, edhe të lidhi kontratë. Pastaj nuk mund të qahat më Shemsi Prenqi ose X-i që unë se bëj do të detyrën se s'kam bashkëpunëtorët e mirë. Bashkëpunëtorët duhet të zgjedhë ai që është zëvendës drejtor për krime, duhet të jetë i spikator në hetimin në luftën kundër kriminalitetit. Pra në këtë kontekst unë them që ka bërë një qasje shumë të mirë. Së pari do t'i duhet kohë sa të miratohet ligji dhe pastaj ka duhet të zgjidhura në pikpamje të fleksibilitetit për kompletimin e organizatës, edhe në pikpamje të drejtuesve të policisë vendore, edhe shefat e komisariatit dhe zëvendës drejtorët e policisë që i ka për rendin dhe për policinë kriminale. Ajo çka unë vlerësoj që deri në këto momente goditja që filloi me Sarandën, është shumë e mirë. Shumë e mirë sepse në Sarandë ne e dim të gjithë që nuk ka aktivitet të ligjshëm në Sarandë. Po jo vetëm në Sarandë, në gjithë Shqipërinë. Por hetimi i thelluar që implikoi vetë njerëzit e organizatës, nuk po e zbardhi që ishin të implikuar në paligjshmërinë e aktiviteteve ndërtimeve në Bregdet. Qoj tek implikimi i gjithë institucioneve shtetërore që ushtrojnë aktivitetin Sarandë, pra që paligjshmëria nuk është nga qytetarët, nuk është nga ndërtuesit, nuk është nga biznesmenët, por buron nga bashkëpunimi kriminal i strukturave shtetërore. Këtë e zbardhi dhe u detyrua dhe ministri i Brendshëm dhe shkoi atje. Që unë nuk do ta pranoja si qasje. Sepse atje ku shkon politika, i vjen kapakun. Kurse atje ku zbret drejtori i përgjithshëm të policisë, me drejtuesit e departamenteve, sipas fushave të caktuar të inkriminimit, atje ka zhvillim pozitiv dhe lufta bëhet pa kompromis. Atje ku shkon politika, pastaj kërcet telefonën i deputetit, shiko se kemi edhe atë mikun tonë atje, po ai miku jon na jep kaq vota, po ai tjetri na jep kaq vota. Uroj që drejtori i përgjithshëm i policisë këtë lloj goditje frontale bashkë me të vetët, pra bashkë me të policisë, është shumë lehtë të godasësh policinë. Po bashkë me të policisë të goditen institucionet e fushës përgjithësisë, se fushën e përgjithësisë për paligjshmërinë me ndërtimet pa leje e ka IKMT-ja dhe IMT-ja, e ka bashkitë vendore, pushteti vendor. Policia është për të proceduar ata që shkelin ligjin në raport me paligjshmërinë. Pra këtë detyrë ka. Ne çka ka ndodhur, ne deri tani çka kemi bërë? Kemi futur në burg dhe kemi lënë 2 vjet, 3 vjet pa punë shefin e komisariatit numër 1 të Tiranës. Ju e mbani mend në atë spektaklin që bëri zëvendës kryeministri i Shqipërisë bashku me zëvendës drejtorin e kur vajten te pallati 9 katësh në zemër të Tiranës, që ishte pa leje. Po kush u fut tjetër në burg? Asnjë. Po pse do ta vuj vetëm policia? Policia edhe si policia i kishte dërguar, kishte referuar 2 herë këtë vepër penale për ndërtim pa leje. Po në rast se ti nuk ka shkuar inxhinieri i KMT-s dhe IMT-s për ta përligjur që ajo është ndërtim pa leje. Po shiko, nuk është raporti i policisë shtetit që e cilëson ndërtimin pa leje. Është relacioni teknik i inxhinierit të IKMT-s dhe të IMT-s për të përcaktuar a kemi ndërtim pa leje, a kemi ndërtim të trupëzuar, a kemi derdhje betoni, a kemi lidhje të strukturave që të klasifikohet ndërtim pa leje. I referohemi talljes dhe bullizimit që u bërë nga kryeministri i Shqipërisë një prokurore në Shkodër, që tha pastaj na del një prokurore edhe tallat. Prokuroria po i shkove pa letra, si ka për ta klasifikuar veprën penale dhe si do ta filloj procedimin penal. Nëse ti shkon para relacionin teknik të inxhinierit të IKMT-s dhe IMT-s, pra je i pa kompletuar si oficeri. Në këtë këndvështrim, uroj që drejtori i përgjithshëm i policisë të insistoj edhe për ngritjen e një task force.
me institucionet qendrore për kontrollin e territorit, sepse nuk e ka kohën e mjaftueshme policia, se do filloj fushata e kultivimit bime narkotike. Kjo fushë përgjithësie e ndërtime pa leje, ku implikohen gjithë institucionet, nuk është detyra parsorë e organizatës policisë. Misioni dhe qëllimi i organizatës policisë është tjetër, thonë detyra shtesë. Ndaj edhe unë them që diapazoni i veprimit, kjo du t'jetë me i goditje frontale të përkohshme me task force, se po e blokove policin me ndërtimet pa leje, nese do kemi fluksin e turistave. Po krimi ka zbritur në rrugë, se mos harrojmë që në këto 58 ditë që ju numëruat, një urdhër dha shumë të mirë, shumë qytetar, shumë demokratik, drejtori i përgjithshëm i policisë për heqjen e postovllogjeve të policisë rrugore në rrugë dhe të procedohej nëpërmjet teknologjisë dhe u kuptua keq nga përdoruesit e rrugës, u kuptua dhe keq nga qytetarët. Ai e pat shumë demokratik, e pat shumë frytdhënës, e pat që jo çdo makinë duhet kontrolluar, që të bëhen gjah për ato gjobvënësit e qarkullimit dërgor. E pat në një këndvështrim tjetër. Por mos harrojmë se këto kohë kemi patur grabitje masive. Kemi patur grabitje të argjendarive, grabitje të pikave të karburantit, grabitje të qytetarëve në rrugë. Dhe kur krimi del në rrugë, prodhon destabilitet. Dhe uroj që drejtori i përgjithshëm i policisë të qëndrojnë lartësinë e duhur dhe secilit nga sektor të jap detyrat përkatëse për ta kontrolluar territorin në pikpamje të paligjshmërisë, duke mos bërë kompromis edhe me ato për të cilët të telefonon politika. Unë falenderoj shumë që t'isha në studio. Edhe unë. Faleminderit të nderuar miq që na ndoqët, pa shoq do të rikthehet sërish.